Mirë, ju thatë që këtë thirrje ja drejtoni parlamentit, autoritetit të medjave audiovizive. Nga parlamenti konkretisht çfarë? Çfarë sipas jush, ju thoni që duhet të ndërmarrin përgjegjësitë e tyre ligjore, institucionale dhe morale në frenimin e normalizimit të gjuhës së urrëties. Konkretisht çfarë, që t'jemi pak më konkret? Është drejt edhe pika që ngrenje, për shkak se në një farë forme këto mesazhet shumë universale shpeshherë shkojnë edhe në vesh të shkurtët, po konkretisht nëse marrim shumë raste të diskursit të politikanëve, mund të kuptojmë që ka një lloj adresimi shumë problematik, sidomos ndaj kundërshtarëve politik. Nuk janë të pak të rastet e politikanëve që janë gjendur përballë gjuhës së urrëties, për shembull marr rastin e deputetit Gazmet Bardhi, i cili është vazhdimisht në sulme të vazhdueshme, në një lloj bullizimi të vazhdueshëm, shpesh përmes përqeshjes, por nuk është vetëm Gazmet Bardhi një subjekt politik shumë i targetuar. Kemi veçanërisht politikanet gra, të cilat teksa garojnë supozohet në një mjedis të barabartë politik, shpeshherë ato gjenden përballë seksizmit, përballë komenteve denigruese, shpeshherë merren me pamjen e tyre të jashtme, duke u amenuar. Cilat raste për shembull ju kanë bërë përshtypje? Për shembull, mund t'i referohem tani Belinda Ballukut, e cila gjendet në një pozitë politike shumë të pafavorshme, por marr parasysh raportimet mediatike për shembull, shpeshherë përdorin imazhe të saj para disa viteve dhe shpesh vendosen në kontekste aktuale. Kjo shpesh ndodh që të objektivizohet trupi i saj, pra edhe tjetë një farë forme imazhi i paraqitur dhe lajmi shpeshherë nuk kanë të bëjnë fare dhe komentet pastaj po vijojnë në të njëjtën rrjedhë siç është edhe vetë lajmi, pra që kryesisht merren me dukjen e ministres apo me çfarë ajo kishte veshur, si duket, pesha në disa raste, por që kjo nuk ka të bëjë as pak me punën e saj, edhe me gjëra që normalisht duhet të diskutohen dhe të kritikohen duke mbajtur një lloj standardi etik. E qartë. Ndërkaq mediat, Entelina, si ndikojnë mediat në normalizimin e gjuhës së urrëties? Mediat, fatkeqësisht, shpeshherë përmes pasjes së qëllimit për klikime ose për të gjeneruar një lloj diskursi në hapësirat online, bëjnë të mundur që gjuha urrëties të vlojë sidomos nëpër komente. Shpeshherë lajmet, edhe titujt e lajmeve janë bombastik, janë sensacional, janë objektifikues, shpeshherë veçanërisht ndaj grave, dhe kjo zgjon një lloj vale komentesh urrëtie që kanë bazë misogjene, pra urrëties së grave, kanë bazë një lloj diskursi racist, diskriminues, që vendos një target group përballë një shenjestre të një lumi të pafund komentesh që nuk kanë të ndalur dhe nuk kanë dhe një lloj monitorimi. Ne shpesh ngrejmë shqetësimin që një element shumë problematik është që, si thuaç, vala e komenteve të pafundme nuk ka një lloj kontrolli. Do duhet që të kishte një lloj mase kontrolli, pra kur gjua ka kaluar çdo lloj etike, ku ka përdorim të elementeve denigrues, fyes, përçmues, konotacion racist, do duhet që ato komente të monitoroheshin dhe mos të lihen të lira në... Ka disa opsione, pak në disa portale apo në disa... Nuk e di, janë faqe caktuara që nuk i lejojnë komentet. Si opsione kanë hequr? Në YouTube kam vënë re që kur, për shembull, debatet kanë agravuar shumë, një masë që është marrë është që të janë ndaluar komentet. Por, duke marrë ekziston si opsion, no? Ekziston, por duke marrë parasysh edhe numrin e shumtë të kanaleve të komunikimit që kemi ne tani, edhe numrin e shumtë të materialeve që prodhohen nga një emision, për shembull, mund të lindin qindra lajme, është edhe e kuptueshme që është e vështirë të monitorohen, por gjithsesi është një diskurs që duhet ngritur, pra nuk mund të lihen të lira.